lost in the city lights. Our love's electric, right? You make me feel alive. I know July is gone. You make me feel at home in the neon glow. As the leaves change color, I dive into you. When summer's fading, there's nothing to bask in the glory of the winter sun. Maybe this is the season of love. I'll open it later. No way. You want to take a nap? Përshëndetje, mirë se vini në kanalin tim. Unë jam Rea dhe mirë se vini në një video të re. Unë sot kam një detyrë shumë të bukur tek shkolla, edhe jam shumë e lumtur dhe di o kënaqa shumë, me thënë të drejtën, sepse më kujtua ajo koha kur merrnim ato detyrat që duhet të çonim në gjimnaz, ato projektet, edhe mund të zgjidhnim ta bënim në kompjuter ose ta bëni fizikisht, edhe unë gjithmonë shkoj me këtë ndjesinë e prekjes, ndjesinë e procesit, kur pret figura, kur i ngjit me buskuq, e me ngjitës buskuq edhe e adhuroj thjesht këtë proces, edhe prandaj që do zgjidhja diçka të prekshme, diçka të bukur, dhe kishim për të realizuar një mood board. Edhe ky është mood boardi që unë realizova. Më pëlqen shumë, ja kam treguar pak. Thjesht e kam quajtur Mjelma për pjesën që Mjelma është një nga krijesat që evolon më shumë, ashtu siç është edhe moda, siç është çdo gjë që ne veshim, apo dhe historia që ka ndryshuar, prandaj e kam nisur me gruan e parë që ka veshur pantallona, që është Amelia Bloomer, pastaj kam shkuar tek Coco Chanel, që është gruaja e parë që i solli për të gjitha gratë që mund të vishnin, i solli nëpër pasarela, në jetën e përditshme, edhe kështu. Prandaj e kam lidhur me Mjelmën, me një figurë delikate, një figurë shumë klasike, por në të njëjtën kohë një figurë shumë e fortë, siç është edhe gruaja, dhe kam bërë këtë koordinimin e klasit të delikatesës me veshjet mashkullore, siç janë xhaketat, që edhe një gruaje xhaketa i ri shumë bukur, por gjithmonë me atë delikatesën e saj, prandaj simboli i kësaj ides ka qenë Lady Di, që edhe pse ajo ishte një princesh, xhaketa i rinte mjaft mirë. Kjo është ideja e moodboardit tim, edhe shpresoj që të pëlqehet, edhe normale që gjatë vitit do kemi shumë të tjera, sepse kam vetëm një muaj që po bëj shkollë, edhe kam mësuar shumë gjëra në fakt, gjëra që nuk më përpara as nuk e mendoja se do t'i bëja. Kemi për të qepur një fund javën që vjen, edhe jam shumë e lumtur për këtë gjë që po mësoj dhe kam mësuar gjëra që më përpara nuk i dija. Edhe kështu do vishën tani që të shkojmë në shumë. Force through the blinds, wash away the Për piknik! Shkoni sa cute! Shkoni gocat e mia lipurushi! Jam këtu me Alvin. Jetë. S'manda shkove të keq. Johnny Bravo. Qefi më i madh është kur
Blida skarpa. Nuk e di. Hello, nuk e di në qoftë se keni pasur ndonjëherë detyrë në shkollë që duhet të çonit skarpa, por në klasë e parë dhe në klasë të 5, kur kishim sobë tek shkolla jonë, e kishim me radhë, domethënë na binte sipas rreshtit dhe duhet të sillnim skarpa për të ndezur zjarrin dhe ishte kur binte radha ime, ishte momenti im i preferuar në gjithë shkollën. Madje shkoja edhe jashtë radhës time për të mbledhur skarpa sepse i kisha shumë qejf dhe kur gjeja skarpa të thata edhe bënin këtë zhurmë kështu. Se na u futu në sy. Njerëzit që kanë jetuar në rrethe besoj e kanë këtë eksperiencë dhe unë nuk e harroj kur këtë eksperiencë. Domethënë është një nga gjërat e mia të preferuara që kujtoj nga Poliçani. Kam shumë qejf. Edhe kur unë mblidhja skarpa, ersin e kisha në 9 vjeçare e më thoshte aman motra më jep disa mua të çoj dhe unë të bëj gjasme të çoj kështu ca skarpa. Edhe unë qaja, o mame, do të më marri skarpa që blora. Thoshte mami, me jepi ca. Dhe më duket sikur unë ato mezi kisha fituar, domethënë sikur nuk e di, ishte gjëja më e shtrenjtë që kisha dhe të më merrte ersin në atë mënyrë, unë qaja plasja. Ersit kam rryer në atë kohë. Ne tani erdhëm këtu tek parka, jam me Albion. Edhe jo do bëjmë zgarë. Hello. Maybe this is the season of love. Sa qef! Pa të zjarë! Vërtetë zonë. Sa qefi! Goca më premtoni që javën tjetër do shkoni edhe ju për piknik. Edhe do bëni edhe zgarë. Change color, I dive into you. When summer's fading, there's nothing to do but bask in the glory of the winter sun. Maybe this is the season of love. We're not talking. I'm buried beneath the sand. There's no way to speak or reach out my hand. Watching the paper slowly unfold. Bracing for news that I can't bear to hold. While I'm singing this song to myself, I sing this softly to myself. Mirë mëngjes! Sa ko pa folur kështu me kamerën e madhe, këtë kamerën e madhe kur ndes kamera. Këtë që e përdor në shtëpinë që thevin e re dhe cilësi ndryshon. Është kështu, sa shohem, tani duhet flas, tani duhet që të jap gjithë mendimin tim për javën. Këtu kam çantën time me make-up, do t'ju tregoj ndërkohë edhe një haul të vogël, t'ju tregoj një herë shpejt çfarë kam bler dhe flasim për çfarë ka ndodhur. Se di që i keni shumë qef këtë gjërat. Okej. Mora një blush nga Giorgio Armani. Është ky, tani unë duhet të gjej këto shade-et. Është ky këtu. Edhe mund të shikoni në Sephora, se në Douglas. Unë këto i blema në Douglas, sepse kishim bërë disa ulje të vogla. Edhe, ja, mora këtë ngjyrën kështu, është kjo ngjyra Barbie, është shumë e lezetshme. E prisja pak me më shumë pigment. Sa midis kësaj dhe të Saint Laurent, por duhet kisha zgjedhur atë tjetër. Besoj se ajo do ishte më e mirë, prandaj për pigment nuk më pëlqen shumë. Pastaj kam marrë këtë fondatinë nga Dior, që më super pëlqeu paketimi. Shkoni sa të bukur që ka, my god, sa shkoni. Dior është Dior për mendimin tim, arrinte aq mirë, aq soft në fytyrë dhe Alvi kur e provova dijen e darkë, më tha se çka
është ke vendosur në video që duket aq e bukur. Pastaj kam marrë një kontur, një bronzer. Edhe është ky. Paketimi. Edhe kam marrë këtë ngjyrën. Okej, fokus, shkon e sa ngjyrë të bukur që ka. T'ju ja tregoj dhe emrin këtu poshtë. Është 02 goca. 02, kurse për këtë këtu ka marrë 2 në. Dhe e fundit fare mora një korektor nga Hourglass. Nga Hourglass kam vetëm furçën që më super pëlqen, por ishte aq i mirë edhe ky me vajza, thjesht ishte pak holla shumë pak dhe ishte shumë produkt ndërkohë për syrin. Shkoni sa të bukur që e ka paketimin këtë hëng këtu. Unë kam marrë tani nuk e vër shumë kotoni kam zgjedhur unë. Për t'ju tregoj më mirë kështu sepse realisht duhet futen tek webit dhe çfarë kam zgjedhur. Edhe këto janë të gjitha produktet që mora dhe kushtuan vetëm këto po I the Albit. Vajtën Okej, nuk e kaluan, nuk vajtën, nuk e kapën 200 euro pa aty afër, por më duheshin. Kam shumë qejf të blej make-up me thënë të drejtë. Fytyrën e kemi përgatitur me produktet e skincare dhe të nisim. Ka qenë një javë pak e lodhshme sepse isha me cikël dhe cikli në vetvete të lodh, sidomos ne që jemi vajzë, se vajzat janë me cikël, reas janë çunat. Tani kjo, do japim pak. Sidomos kur je në lëvizje do e se shkoni sa e mirë që është dhe përshtatet super mirë me fytyrën. I kam bërë këtë goditje duke parë në TikTok gjithmonë, kush jam të sugjeruarat, prandaj shkoni këto videot e mia sepse I keni gati. Sepse I kam kërmuar unë për TikTok e në përfaqe, kush produkte janë të mira për këtë ngjyrën time të fytyrës që është natyrale. Edhe më ka lodhur shumë ciklet dhe gjithmonë kur më ikën ciklet e ma shqyr shpëtova këtë muaj, tani jam e lirë, jam free deri muajin tjetër. Edhe më doli biopsia e nishanit që kisha këtu, shkoni sa mi përhapet. Edhe ishte shumë në rregull, ishte e pastër, çdo gjë kaloi me hiqjen e nishanit, nuk kishte asnjë problem. Edhe kjo gjë më lehetësoi, bëra dhe takimin për nishanet e tjera që ju thash, që kisha takimin në datën 8, edhe më tha doktoresha më pa, tha je shumë mirë, tani na maj të vish pra për kontroll tjetër periodik. Edhe ndërkohë sot kam lënë një eko për gjirin, gjë që ju ftoj të gjithëve ta bëni sepse është edhe muaj tetor, por është shumë e rëndësishme për të njohur dhe për të parë trupin ton. Edhe kështu e kam lënë tani në orën 11 para se të ikë në shkollë, shpresoj dhe lutem që çdo gjë të jetë në rregull. Unë kam bërë ekon edhe vjetë, isha mirë, shumë mirë, nuk është se kisha ndonjë problem. Nice, më pëlqen. E di, më pëlqen shumë sa ajo Armani që ka marrë. Është më mbuluese, është më shumë të tregon fytyrën kaq mirë, nuk e di, shpresoj që të përshtatet dhe të rri mirë gjatë gjithë ditës, sepse thashë kam për herë të parë që e vendos sepse thjesht dje e provova. Se si rrinte dhe pastaj u futa bëra dush. Por përshtatet shumë mirë, këtu duket mes qafës dhe kësaj që unë qafën nuk e luaj ndonjëherë, edhe duket sa më natyrale ngjyra. Do vendosim tani unë këto e kam pak të vështirë të luaj që me këto, po pa nga pak të luaj me thënë të drejtën, të ndihmon që është kështu si buskuq. Edhe do vendosim pak këtu, të dhëm pak ngjyrë, edhe pak këtu, në fakt të duhet ta shoh disa video, po ja bëj kot pas mendjesime, por e di që nuk është mënyra e duhur, por të japim pak ngjyrë fytyrës. Tani shpresoj të kem marrë një furçë, po pas kam marrë një furçë të tillë. Edhe japim pak këtu. Po për hapja më pëlqen sepse kam blerë atë nga Charlotte Tilbury, që është shumë i famshëm si
contour, bronzer, me thënë të drejtën, nuk ja di shumë mirë ndryshimin, por që është kështu si liquid, edhe ai të bën me njolla dhe është shumë e vështirë, duhet të jesh profesionist për të lyer me atë dhe nuk e kam përdorur fare dhe nuk e di ku kam hedhur. Kështu. Kjo më pëlqen për mua të paktën që nuk jam shumë mirë me pjesën e make-upit, por dua një make-up sa më natyral edhe mos të më mundoj me thënë të drejtën, sepse për shpejt po e bëj. Edhe e përhapi mend të furçës, kam shkuar në shkollë, jam marrë me mbiren, po merrem me koleksionin e ri. Edhe nëse dëgjoni Alfën e ka thënë kolla. Merrem me koleksionin e ri, edhe çdo gjë ka shkuar mirë. Kam pasur goxha punë edhe me Instagramin, aty kam qenë aktive. Prandaj nëse unë nuk hedh video në YouTube, dijeni që jam në Instagram dhe më ndiqni edhe aty. Por kam në plan disa mendime shumë të bukura për vitin që po vjen, për tek mbyre, dhe kam shumë dëshirë që këtë vit të bëj edhe për veten time, por edhe për mbyren, një takim me vajza. Sot e thash. Nuk e di nëse jam gati, nuk e di nëse kam atë lloj, nuk e di nëse ju jeni gati për, nuk e di si t'ju shpjegoj, domethënë nuk e di nëse do vi dikush tek një pop-up që unë dua të bëj, e kam ëndër ta bëj për mbyre, sepse do jetë viti i tretë që unë do nxjerr agjendën, edhe do doja që një ditë të paktën ose për 3 vjetorin, jo 3 vjetorin, si bie 2 vjetorin e mbyre studio. Viti i tretë që hedhin produktin, por 2 vjet bën, besoj e kuptoni. Edhe do doja që të bëja një pop-up të lezetshëm të vogël. Cute. Por do doja që të vinin edhe njerëz. Të paktën të vinin ndjekësit e mi, të vinin gocat që blin agjendën, që janë dashamirëse të brendit tim të vogël që më kam mbështetur gjithmonë, edhe jo me një blerje, po plot blerje për gjithë fisin. Do doja që t'i takoja nga afër edhe të flisnim më shumë për agjendën, për organizimin, për vitin e ri, për motivimin, për frymëzimin. Domethënë një kështu pop-up të tillë do doja që të bëja, të ishte i hapur për çdo që dëshironte të vinte edhe të kalonte pak kohë me mua. Por fokusi të ishte edhe të mbyre studio, sepse thash dua që t'ja bëj dhurat edhe vetes tim, por edhe mbyres, një takim të vogël me ndjekëset dhe nuk e di, kam shumë emocione, sepse më duket sikur nuk do vija askush, por unë do e provoj, edhe nëse përshikon këtë video, hajde! Nëse do bëhet diçka si kjo në të ardhmen, sepse unë nuk kam bërë asnjëherë takime me gocat që me gocat që më ndjekin, edhe pse gjatë ditës në Tiranë është një qytet i vogël edhe do s'do takon goca gjatë gjithë kohës, edhe unë gjithmonë dritem dhe jam kështu o zot. Kam shumë emocione dhe nuk e di se si do ishte, se si do ta përballoja në pjesa e emocioneve këtë pop-upin. Por më thoni, është një ide e bukur? Ma sugjeroni si shoqen tuaj. Tani do vendosim pak korektor tek pjesa poshtë syve. Tani me këtë duhet të kem shumë kujdes, sepse thash që është pak problematik për tu përhapur, do më thënë shumë pak të hedhësh. Ky të super mbulon, do vendos edhe kam 2 puqra të vogla këtu që më bën nga cikli. Edhe pse në fakt fondatina bëri një super mbulim të mirë. Edhe kështu, po mendoj, domethënë jam duke organizuar tek mbyre, domethënë jam duke organizuar çdo gjë, agjendën, çdo faqe, unë e bëj vetë çdo lloj pune, nuk kam askë që të më ndihmoj. Edhe jam duke menduar në të njëjtën kohë edhe për këtë pop-upin.
për këtë takimin. Do doja shumë, po pastaj mendoj ku ta bëj, ose në një lokal shumë cute. Më sugjeroni nëse njini ose nëse keni ndonjë lokal ose ndonjë vend që mund të realizojmë këtë ide shumë të bukur. Pastaj kam një mikën time që ajo ka një dyqan, edhe më tha që mund të realizojmë këtu, sepse dhe mua më ndihmon që dyqani të bëhet më pak më e njohur, si në rrjetet sociale që do reklamohet, por gjithashtu edhe fizikisht, por dyqani nuk ka shumë hapësirë përpara, edhe unë doja që të bëja diçka, e keni parasysh një si banak, ca si rafte. Dua të bëj diçka shumë cute, ashtu siç mbire e meriton. Edhe e di, nëse keni, nëse njini ndonjë person që ka një ambient të tillë dhe ka çmime të mira ose dëshiron të bashkëpunoj për këtë gjë, të më thoni, të më shkruani në Instagramin tim, ose nëse njini ndonjë, domethënë si unë mund të dua të marr një leje për ta bërë tek Tajvani, si duhet që të veproj, te Tajvani është vendi im i preferuar, ju kam thënë aty tek parku, edhe ta bëja aty atë, si mund ta themi, atë cepin tim të bukur, si që kam menduar unë tek koka ime. Më thoni do ishte e lezetshme dhe më thoni se si duhet që unë të veproj, ku duhet marr leje, si duhet gjitha procedurat. Do isha shumë e lumtur nëse dikush nga ju do më ndihmonte. Më shkruani këtu te komentet ose te Instagrami im. Shumë faleminderit. Realisht sepse po merrem vetë me çdo gjë. Edhe kështu, po vazhdoj me make-upin dhe t'ju tregoj përfundimin sepse po më ikan dhe bateria. I vendosa blushin, shikoni një zhgënjim, nuk më pëlqen fare. Mbarova dhe me make-upin, besoj produktet i kam goditur, sepse shikoni sa bukur që dukem. Më pëlqen shumë. Tani po vishe. Ju a sugjerova çfarë mora, edhe realisht fondatina e Diorit, super e mirë. U bëra gati, shkone sa bukur që duket outfiti. Kemi veshur xhaket, një bluzë nga Rezerve, ripi nga Massimo, jeanset janë mango, kam veshur tabi të reja, kam marrë tabi të reja në gjyrë kafe që i dashuroj. Kam vendosur unaz, edhe kështu. Do ikim shpejt tani se po më pret Alvio, edhe si që thash, në orën 11 kam atë vizitën. Do t'ju marrë vete! Ja zysha sot, outfit of the day, një yll. Tani!
Erdha në shtëpi. Kapim pak flokët, sepse do t'ju tregoj një pak shumë të bukur, një hall, që është i preferuar im. Dhe i kapëm flokët. Ishte një topuz të thjesht dhe kam këtu një pako. Është nga Maj Teresa. Edhe është një web që ose shkone këto pakot e verda, i kam shumë qef dhe është një web që ka gjëra luxury, gjëra shumë të mira dhe funksionon në Europë, edhe unë e kam përrositur në fakt nga Gjermania. Edhe kam marrë diçka shumë cute, bukur që shkoni sa bukur që vjen paketimi, edhe ka të shëmritin, kishe edhe një karton tjetër, por atë kartonën e kam andej. Edhe ka marrë syzet nga Miu Miu, syzkat e bukura edhe virale që janë këtu, që i kanë në Pinterest, dhe shkoni sot të bukura që janë kështu, syzet transparente. Unë fiksova që vjet edhe thash këtë vit do t'i marr edhe i mora, sepse unë nuk vendos syze dielli edhe këto të paktën do t'i vendos më shumë sepse kam syze dielli dhe nuk i vendos kurrë sepse më don shumë koka dhe dua që me këto të paktën të mësohem që të mund të marr syze të tjera, sepse më jam fiksuar dhe një palë nga St. Laurent, që është ai modeli i famshëm kështu, me skelet, po vendos edhe janë këto. Sa cute, sa bukur, më pëlqejnë shumë, mendoj se më shkojnë edhe me flok lëshuar, edhe pse tani jam e lodhur dhe kam dhe këto jakën këtu në gjaj fiksi shkollare, por këto janë syzet. Nuk janë me numër, por që për kombinime, për foto, edhe sigur e plotson outfitin, sepse në fund të ditës aksesor janë. Edhe thashë unë nuk i mbaj syzet normale, edhe mora. Sot te klasa qepun fund për herë të parë dhe unë kam qepur, shoqja juaj këtu ka qepur një fund nga 0 deri tek 10 vet, që kështu do ju a tregoj tani se si duket. Është prova ime e parë dhe shikoni që merrin këtu fundi, është kjo gjatësia, këtë gjatësinë bëm, po mund ta bëjmë edhe më të shkurtër ose më të gjatë, të njëjtin proces pune ka. Shoqja juaj këtu është punimi im i parë, domethënë që unë kam krijuar, edhe në fund, domethënë mbrapa, është këtu. Shikoni qepjet që i kam bërë, është me këta të qarët, me palë, edhe pjesa. Këtu do një pullë që nuk e keni njësor akoma procesin për ta vendosur, por ky është fundi. Edhe mua më bën ka masa S, sepse punova me masën S dhe jam shumë e lumtur që fundi im i parë më bën dhe më ri. Normale që me këtë copë ne mësojmë teknikën, mësojmë dorën, edhe është një copë që nuk është se unë do dal me këtë fundin, por do shkojmë do marrim copat mira, edhe tani i dim gjitha proceset dhe do bëjmë një fund, do bëjmë një fund bukur dimëror, me një material stofi, edhe jam shumë e lumtur, kam arritur të bëj një fund, bëj qemerin, vendos zinxhirin, çdo gjë. Jam shumë e lumtur dhe krenare. Bravo Lea.